menduar se sa të pafajshëm janë fëmijët, ata nuk do të mendojnë për rrezikun sepse bota e tyre është mbushur me sinqeritet edhe me paqe. Derisa ne si prindër t'i mësojmë ata për rrezikun, mendja e tyre nuk do të shkojë vetvetiu. Dhe ata janë të prirur që t'i besojnë kujdo që u afrohet duke u dhënë diçka ose duke u premtuar diçka të veçantë. Prandaj është tepër e rëndësishme që ne si prindër t'i përgatisim ata dhe t'u japim disa aftësi minimale, do thosha, që t'jenë të përgatitur në raste nevoje. Kur fëmijët e mi ishin të vegjël, një nga gjërat që bëra ishte t'i mësoja numrin tim të telefonit. Tani duke qenë se ishin të vegjël, ata nuk mund të fiksonin numra, prandaj zgjodha që t'ja mësoja këtë me anë të një këngë. Duke shpikur një këngë së bashku, biles ula me të tre ato dhe shpikëm së bashku një këngë, një melodi shumë të thjeshtë, por edhe gallat, ishte interesante dhe përmbante vetëm numrat e mi të telefonit 069 40 dhe vazhdonin pjesën tjetër të numrave. Ata edhe sot i kësaj dite po t'i pyesësh, e mbajnë mend ende një gjë shumë e vogël, por që do t'i ndihmonte ata tepër shumë nëse për ndonjë arsye mund të ndodhte që kishin nevojë për mua dhe unë nuk isha pranë tyre. Gjithashtu sa herë që shkonin në ekskursione në shkollë, edhe pse shkolla e tyre ishte tepër e kujdesshme dhe kanë bërë një punë të shkëlqyer për sigurinë e fëmijëve, prapse kur shkonin në ekskursione ose në piknik afër parkut të liçenit ku ishte shkolla e tyre, unë do t'i mësoja dhe do t'i këshilloja që të mos ndaheshin asnjëherë nga nxënësit e tjerë edhe nga mësuesat, siguroheshin që të mos ngeleshin mbrapa, sepse fëmijët e vegjël mund të harrojnë, mund të shikojnë një lule, mund të shikojnë diçka tjetër, ose mund të flisin njerëzit e tjerë që ishin rreth e qarë. Pavarësisht se mësuesit bënin punën e tyre dhe ishin shumë të kujdesshëm, unë si nën sigurohesha që nga ana ime ti më jepja disa mësime dhe një kujtesë të thjeshtë në mënyrë që të mbrojshin nga rreziku. I thosha gjithmonë që duhet qëndronin pranë mësuesit, edhe nëse disa nxënës të tjerë shok do të thoshin hajde shkojmë këtu ose shkojmë atje, të mos shkonin nëse kjo i ndante ata nga fëmijët e tjerë. Gjëra tjetër që u ka mësuar është mos pranonin asnjëherë të shkonin në një vend të vetmuar, kur një i panjohur u afroi dhe kërkonte ndihmë, për shembull, do më tregosh se kush kjo ose kush ajo dhe ti merrte me vete. Apo kur një i panjohur do t'i ofronte një çokoladë, një mbërësirë, një karamele ose diçka tjetër, pra ti raste, sepse ishin të panjohur dhe i thosha gjithmonë që nuk duhet të shkonin dhe kërkonin ndihmën e një më të rritur. Po ju si keni mësuar fëmijët tuaj për të mbrojtur nga rreziqet?